Good morning, excellent. This report reflects 7 years of systematic trial monitoring conducted by the OSCE mission in Kosovo. It represents findings from all 48 war crime cases adjudicated before the Special Department of the Pristina Basic Court during this period. Cases involving 138 accused persons and following across 394 individual hearings. As the mission's first dedicated report on the topic since 2010, and one of the most comprehensive analyses of war crime cases before the Special Department since its establishment, it offers, I hope you will find, a distinctive evidence-based assessment of how this complex and sensitive area of adjudication is developing in practice. The period the report covers is itself significant. It captures the transition of this most demanding form of criminal adjudication from international and hybrid mechanisms to local institutions. Si qeveri e Republikës së Kosovës dhe si Ministria e Drejtësisë, me të marrë mandatin që në vitin 2021, ne kemi caktuar prioritetet dhe në kuadër të prioriteteve tona ka qenë gjithashtu adresimi i krimeve të luftës dhe i drejtësisë tranzicionale. Pra, drejtësinë tradicionale kemi vendosur në prioritetet strategjike të Ministrisë së Drejtësisë me synimin për të siguruar qasje gjithëpërfshirëse ndaj ballafaqimit me të kaluaren, llogaridhënies, dokumentimit të krimeve dhe realizimit të drejtave të viktimave. Në këtë drejtim, brenda kompetencave tona, krahas sfidave të shumta, ne tashmë kemi arritur të shënojmë rezultate konkrete të cilat natyrisht që ndërlidhen me fushën e krimeve të luftës. Në këtë drejtim, kisha përmendur disa prej këtyre rezultateve ose arritjeve, siç janë themelimi dhe funksionalizimi i institutit për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, si institucioni specializuar për mbledhjen, ruajtjen, hulumtimin dhe dokumentimin e dëshmive mbi krimet e luftës. Gjithashtu avancimin e drejtave të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, përmes fuqizimit të mekanizmave për njohjen dhe realizimin e statusit të tyre, lehtësimit të qasjes në drejtat ligjore dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e viktimave dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Përfshirja e viktimave dhe qasja bazuar në drejtat e njerëzit kanë qenë parime udhëheqëse në hartimin e politikave dhe të masave, duke synuar që zëri dhe nevojat e viktimave të jenë në qendër të proceseve të drejtësisë tranzicionale. Në këtë drejtim, ne do të vazhdojmë tutje me prioritetet tona në këtë fushë, siç janë zbatimi efektiv i strategjisë, pastaj fuqizimin e mëtejnë të mekanizmave për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve të luftës, forcimin e bashkëpunimit interinstitucional dhe me partnerët ndërkombëtar, mbështetjen e vazhdueshme për viktimat dhe garantimin e qasjes së tyre në drejtësi, avancimin e dokumentimit, ruajtjes së kujtesës institucionale dhe edukimit për krimet e kryera gjatë luftës, ndër tjera. Nderuar zoti Gerard Legër, shef i misionit të SBA-s, nderuar i zoti zëvendësminis Militis Destimon, nderuar Arvançala i Kushtuesit i Prokurorit të Shtetit, nderuar përfaqësues të institucioneve, nderuar vendorët ndërkombëtare, nderuar media, kam thënë jam pjesë lancimit të raportit Transition të misionit të SBA-s në Kosovë, i cili trajton një nga fushat më të ndjeshme të drejtësisë penale në vendin tonë. Është një rast shprehjen juaj në time për misionin e SBA-s për mbështetjen e vazhdueshme që ka dhënë institucionet drejtësisë në Kosovë për më shumë se 2 dekada. SBA ka qenë një partner i rëndësishëm për mësimin e sundimit ligjit, në monitorimin e proceseve gjyqësore, në avancimin e standardeve profesionale,
dhe në mbështetjen e zhvillimit të sistemit gjyqësor vendimtor. Trajtimi i rasteve të krimit të luftës përbën një nga fushat më të ndjeshme dhe më sfiduese të drejtësisë penale. Për sistemi prokurorial, kjo kërkon që vetëm përkushtimi institucional, por edhe profesionalizëm, pavarësi, panshmëri dhe respektim të plot të ligjit. Këto raste kërkojnë një qasje të kujdesshme dhe të përgjegjshme prokuroriale. Roli i prokurorisë është të hetojë dhe ndjek penalisht dyshimet për veprat e rënda penale, por njëkohësisht siguroj që çdo rast i paraqitur para gjykatës të jetë i bazuar në prova, i përgatitur me saktësi dhe i paraqitur në përputhje me standardet e gjykimit të drejtë. Gjatë viteve të fundit, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në trajtimin e rasteve të krimit të luftës. Puna në këtë fushë është intensifikuar, kapacitetet janë zhvilluar gradualisht dhe vëmendja institucionale nga kësaj kategorie të rasteve është rritur. Kjo është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh kompleksitetin e lëndë, kohën e gjatë që ka kaluar nga ngjarjet e pretenduara, si dhe sfidat provuese që zakonisht shoqërojnë këto procedura. Si sistem prokurorial, ne e njohim rëndësinë që llogaridhënia të ndiqet përmes ndërtimit të rasteve kredibile dhe profesionale. Cilësia e hetimeve, qartësia e aktakuzave, vlerësimi i kujdesshëm i provave dhe përmbushja në kohë e obligime procedurale janë thelbësore për siguruar që ndjekja penale të jetë efektive dhe e drejtë. Këto standarde nuk e dobësojnë llogaridhënien, përkundrazi ato e forcojnë atë.